Jeni me emisionin Fundjavë miq të dashur, po vazhdojmë tutje me një tjetër bisedë këtu në studio, ku e kam të ftuar një çift shumë simpatik, me të cilët do të flasim shumë çka rreth linjës së jetës së tyre, paragjykimet, sukseset, edhe punën e përbashkët që ndajnë bashkë me mua në studio, Adna Çerkesi Majkovsi, psikologe dhe moderatore. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Mirë se u gjeta Lorinda, kënaqësia imja edhe nuk e di, ti je prezente diku ku dukesh në ekran një emision që është pozitiv, realisht reflekton edhe në realitet, kështu që faleminderit. Është shumë kënaqësi për neve që të kemi sot këtu, bashkë me Fitim Majkovsin, gazetar, poet, producent. Besoj që të prezentova. Po, ja? në rregull, mirë jemi. Faleminderit shumë. Para se me hy, folëm që pyeta se apo shkruan ende si poet, dhe që e ke lënë pak këtë pjesë. Çka ka ndikuar? Po, qërë se unë bona e gore, po martesa ka ardhë një periudhë këgja të gjeshur me angazhime, me gjithçka tjetër, e mbi të ka qenë edhe çështja e martesës, me Adnën kemi pas shumë angazhime dhe jemi marrë me gjithçka vetë, do më thonë kemi qenë në front par, e quj kështu, me gjithçka. Jemi marrë me gjitha detajet, edhe normal që kur je drejt një hapi shumë të madh siç është martesa, mundësia për me shkrujt ose për me u marrë me aktivitete që janë të dorës së dytë ose të tretë është minimale, për më thonë e pamundshme. Poezinë se kam lanë realisht, shkruj ko pas kohe, ja dërgoj Adnës ose i komentojmë bashkë ose diçka e tillë, po thjesht angazhimet e mdhaja edhe për momentin s'po kam për çfarë me shkru. Je krejt në rregull, a? Unë kam shkru shumë për dashninë edhe mungesën e dashnisë, edhe tash që jam martu, diqysh s'ka njeri për çfarë me shkru. Tash veç për Adnën me shkrujt. Tash veç me shkrujt për Adnën, Adna nuk i dën shumë poezit, kështu që... Adna, sot ditë fundjavë, po besoj që gjatë ditëve tjera të javës jeni të dy të angazhuar mjaft shumë me punë, por shpresoj që sot s'ja u kemi prish kështu ndonjë plan. Ajo vikendi është pjesa ku munohesh me u relaksu, me i kry disa punë cilat gjatë javës nuk të del koha me i kry, po është një kujtim shumë i bukur për shkak që është intervista jonë e parë bashk. Nuk e di që shka me shku nështë ta për një kohë, nuk kemi me kohën bashkë në intervistë, po pra po them si kujtim i bukur është ja vlen, edhe çfarë do lloj dite qoftë, ja kish vlet. Fitim, cilat janë ndoshta ato aktivitetet kryesore që keni qef me i bo së bashku në fundjavë, të marrë parasysh angazhimet tjera gjatë javës, po besoj që nuk ju lënë edhe shumë kohë me kalu së bashku. Na, si qift, si bashkëshort, burrë dhe gru, e kemi shumë të rëndësishme kohën që e kalojmë bashkë. E kemi nisë kështu prej fillimit që ka ndodhë çka ka ndodhë dhe kemi pas një 2 orë, 3 orë, një gjysmë dite totalisht për veti. Me pi kafe, me bo muhabet, me u konektu ma shumë me njëri tjetrin, me ditë ma shumë gabimet, të metat, të mirat e njëri tjetrit. Mundohemi jo shumë edhe ndoshta tash për shkak edhe të rrethanave të tjera familjare, po e kemi të nevojshme atë kohën tonë veç mas dynjas për quj kështu. është një kafe e mirë, një ecje në park, një vikend ku jemi veç unë edhe Adna dhe është muhabeti jonë edhe është dashnia jonë edhe është gjithçka që na dy e dim edhe e nim për njëri tjetrin. Kështu që nuk kemi shumë aktivitete, diçka që kish mujt me veçu për pëse një ecne krejt në mramje, një fladë të letë, një kafe e mirë. Këto janë paka shumë ajo rutina jonë e vikendit që mundohemi me ja kriju vetes edhe mës me u lëshu shumë këtë, si me qujtë monotonin e përdishmënisë edhe e javëve të ngarkume të punës. Adna të regoj edhe Fitimi më herët që jeni marrë me çdo detaj sa i përket martesës në përgjithësi, po kthehemi njerë prapa në kohë, tek takimi juaj. Tashe, sa vite ka qenë puna që ju ka lidh, apo një taku dikot tjetër?
Çuditërisht kemi najt në vene të njëjta. Ka punu një kohë shumë ma herët poshtë pallatit ku unë kom jetu te baba. Kemi pas një rreth shoqnor i cili mas jemi bo bashkë kemi kuptu që dilshin njerëz që i njefshim jashtë ambientit punës, por që realisht nuk jemi taku asnjëherë. Nuk e kujtoj që e kom pa, në filma që thonë takohen rastësisht, edhe mas sa viteve ju dalin ato pamjet të filmave, na nuk kemi pas regjisor, nuk e dija jemi pa realisht ndonjëherë përpara. Po vedia më thot që jo, nuk kemi E kisha marrë mend nëse ishim taku, sigur do më kish lanë sy, kështu që jo. Po në median ku punojmë bashk, aty ka qenë takimi jonë i parë që e kemi pa njëri tjetrin, bile Fita ka qenë ai i cili më ka pa unë veç Nita që kanë ardhur 2 të ri në media, po normalisht ajo hapësina e çdo triu me një ambient të ri të punës e lërë mon media, ju duhet koha vetë mu ambientu me vanin me njerëzit, edhe nuk jam shumë tip që afrona me po çka po ndodh. Me kalimin e kohës, nëse është për me u marrë vesh diçka, ka me ra puna edhe nuk i jap zër në atë aspekt. Në ndërkohë, Fitimi ka majt men çdo detaj. Qysh jam duk, çfarë shamie kom pas, po realiteti në modestin anash nuk është që e kom vrejt, për shkak që jam të pëshqyri punët e mija edhe nuk... Ka po se me lut, pak, tani kishë s'po të shë, kishë unë adin s'po duhe, s'po të shë, po... Lutëm edhe pak se kënë qef. Sa unë është me luta? Qyre, tash kjo nuk është diçka sekret, na komplet prej njohjes, fejes, martes, gjithçka i kemi dikon 7 muj, 8 muj, që kemi kompletu komplet këtë procesin që dikush e bën me vite, jo pësë është e gabume, po nase kemi pa të rrugës me e zvarit ma shumë si proces nëse veç po pajtojemi në shumë gjana, në vijat të trasha jemi pajtu me se cilin detaj që shna e menojme dhe dojmë jetën, edhe se kemi pa të arsyeshme me e quma gjatë. Nuk më ka dasht shumë e lutë, zakonisht në ato pauzat në mes emisioneve kur Adna ka kry gjirimin e saj ose unë e kom pas me hi në emision, na ka ra me nejt bashk, na jemi lidh shumë edhe në fakt edhe në muajin e Ramazanit, Ramazanin e kalum, jo këto që e lam pas, në të vënish organizojmë zakonisht organizohen fakt iftare për stafin, edhe mas çdo iftari na kemi dal me pi një kafe. Edhe për 30 ditë, sa ka qenë muaj i Ramazanit, unë dhe Adna jemi kanë të në kohën bashkë, konstant bashkë, po flasë në rreth të madhë shoqnor. Edhe më interesoj ke menimi i saj, ish psikologë në media, më interesoj ke gjithë shka që ka Adna po thot. Edhe për një moment, kur fëllshin tjertë, mu më shelshin veshtë. Më interesoj ke veç Adna që po folë. Tash është kjo dhe poet, i ndrejsh pak sanët. Pa, i ndreqi se... Ja qëtë ato mëlmesat. Po, qëre, ja qes mëlmesat edhe i ndreqi se është për një me që shumë jëmë fokusu edhe thjesht më interesoj ke gjdo detaj, gjdo laf që Adna ndjerë prej gojës. Edhe u intensifiku qaj muhabet dhe gudzova me i shkrujt. Pak Adna në fillim e ka pas normal që si gjdo kosh, kur nuk nje, nuk jepet, edhe unë e mora si refuzim, po insistova. Edhe qa insistimi jam kej hajrit edhe... Po ma prit refuzim, jo që më tha... Jo refuzim, po, jo. Kësh pak si ma ka dali, kështu... Po, jëm shku pak se adin si për okolla, si qysh mës me largu, qysh mës më tinglu shumë klishe ose diçka tjetër. Adna normal në fillim ka qenë ma e stepën, ma se së më ka njoftë, se ka di çfarë tipi jam. Po në kam insistu, kam vazhdu me insistu, edhe ke hajrë, ke kismet. Të regoj që gjithmonë ka qenë i fokusum që apo thu veç te. Edhe si psikologi ka interesu paka shumë ato fjallet tua, që ka i ke të regu ka që interesant në tërta atë kohë që ka fokusuat shumë. Me të drejt në ato kafet e mas iftareve,
qyshta dhe fita kemi qenë kolektiv. Edhe për çdo ditë u ka një temë ndryshe. As një ditë nuk ka qenë as e ngjashme me një ditë paraprake, që u çel ke një temë pa plan. Veç e nis ke dikush një temë dhe i shkoj ke vallë se mas një ushqimi të mirë dhe kafes nis njëri i qel syt, mas të ndita agjërim, edhe krejt ju çel ke goja çatëherë. E di që për çdo temë që ka pas diskutim, thoj ke fita diçka cilën mu më pëlqej ke çka po thot, për një djalë në këtë mentalitet ku jemi edhe mënyrën qysh ke zhvi logjikën ato që e thojke dhe qysh e menoj ke sanat. Po nuk u japsha, okej, shumë mirë për to, po më pëlqej ka djalësh me menime solide, të mira, edhe që ndroj ke masa saj që e thojke. Në ndërkohë, kur japsha menim diçka, këtë çuditërisht ul ke gjithë përballë, edhe ish shumë i koncentruar në ato që e thojsha. Nuk ka pas një temë specifike, po them realisht që është diskutu dhe tash që thojmë i ka hapë syt me më këshyrë qa po thëmë, po gjithmonë temat ndryshme, qoftë edhe raporte romantike ka pas tema si e zakonshmja, qka qunë tash tradhti në një raport, ajo është bisede hapun e krejtve, edhe bishim në ujdi në shumë sene, jo veç në raport si gjini të kundërta, po edhe në general të tjetës. E kish sane që na pëlqej këtë dyve të njëri tjetri, mënyrën që i menojshim sanet, po unë asnjëherë me u dhonë edhe realisht nuk jam njeri, nuk kam qenë tash jo se jo, po që thot dikush diçka dhe pi pëlqej. Jo, nuk kam hyrë ato ujnë asnjëherë, po se di, bisedat janë kanë të këndshme dhe që ato menimet e ti bëjshim me kuptu që realisht janë sinqerta. Po, kanë qenë kryesisht edhe tema sociale. Kemi bisedu shumë për tema sociale, për aktualitetin ku po jetojmë, edhe për përgjithësi, zakonisht edhe për krimin e familjes. Është diçka që na preokupon gjithve, dikush martohet ma herët, dikush martohet ma vonë, dikush martohet ndoshta hiç për shkak të kësaj frike. Edhe kemi diskutu shumë tema sociale që nuk kemi lëshu veç në rrafshin e pari, kemi hy pak edhe ma thellë, edhe kjo është që më ka interesu realisht të Adna. Kur bëjshim mohabet, nuk e thëjke një fjallë veç pse duhet me thonë nëse për me ranë sy, po thëjke menimin e vetë, plus që e bazojke në përvojën e saj, në profesionin e saj, edhe gjithmonë ma tërheke veshin. Kemi bisedu shpesher edhe për muzikat preferume, kemi lëshu këngët e preferume. Në fakt, mohabetin e parë që e kemi nis të qu linqe të këngave, edhe ka qenë si një sfid për një tjetrin, nëse mundemi me dërgu një link të ndonjë këngë që tjetri se ka dëgju. Edhe kështu ka nis për një periudhë ka gjatë. E kemi kriju një playlist të dërgu linqet këngëve, unë e kom një këta dhe kështu edhe hënëm në muhabet, ma ndej kur u shterën linqet edhe kur s'keshim ma kongë që e kishim shien paka shumë të njëjtë, vazhdu me bo muhabet edhe me i vazhdu ato bisedat e kavës me i këthy edhe në tekste që na zeke nata të shkrujt, e ma ndej të fol e kështu me ratë. Të regove që një playlist e gjatë e këngëve, se ka qenë ndoshta ajo kënga që ja ka qëllu mas shumë të fitime, qoftë me tekst, qoftë me qka do, ose që të ka pëlqy ty edhe më herët e ndërkohëve se... Ka pas shumë prej tyne, tash normalisht kur i pëlqen njëri diçka dhe tjetri e ka të ngjashme, thu ka shije, që ajo është e dallueshme njëri për njërit, po për mu vazhdon këngët e vjetra më pëlqejnë shumë. Një që më ka godit pak ma shumë, u kone Stevie Wonder, edhe e di që këngët vjetra realisht ka ma shumë brëm, më me qujtë kështu, edhe qajo këngë thash, okej, pas ka shku deri qash vjetër, sa tash, jo që da me ku një di e ti, jo, po nuk në kish has ma herët edhe me një dikën që e pëlqem, përveç në kafe që e kam super mensh se e ka një. Po, qajo nështë u konë
ka pas shumë realisht në qitash, i kom harru gjysen. E di që shpesh herë në ndodh, kër të pim kafe në mëngjesit, qoftë në shpe, me të shpis, qoftë edhe kër jemi jashtë në qytet veçun e Adna. Ka raste kër e lëshojmë një kongë dhe mandej përfundojmë, atë kujtot kjo, dhe se dëgjojmë as një kongë si përfundim, po vetëm e vazhdojmë prapa atë sfidën që po na kujtohet naj tekst ose naj kongë veçantë, diçka specifike nuk kemi, po qëto jëmë baka shumë qatë ujna, kongët e vjetra ma shumë qoftë shqip, qoftë anglisht, kongë që kanë ma shumë tekst, që kanë ma shumë depth në analizë dhe në strukturë të tyne. Tregut edhe më herë që gjithçka ka ndodhur brenda pak muajve. Fejesa, martesa, so ka qenë i rëndësishëm krejt ndoshta ai komunikimi juaj që të mireni vesh për çdo gjë që të vi deri aty. E përmendi edhe fitimi më herë që shpesh herë dikush e ka pak a shumë atë frikën, atë ngurohet në këtë pjesë, sidomos kur vjen puna për fejesë, martesë, kanë shku gjithçka. Në fakt, te fitimi dhonë, gjoja e parë, menoj që na ka qu drejt rrugës për me vazhdu tutje, ka qenë komunikimi. Do me thonë, fitimin është një active listener shumë i mirë, edhe burrat kryesisht nështë nëse i njën, thojnë njën ma shumë për shkak se gratë folin ma shumë, po nështë edhe profesioni jam psikologe ma bën pak ma të letë, kë poet shumë menime në kry edhe i artikulu shumë bukur edhe në shkrem edhe kështu në të foljon, po menoj që komunikimi ka zgjidhë gjithçka. Do me thonë, e di këto klishet me qenë i sinqert, me u tregu besnik, dashunia vjen e kështu me radhë, po realisht me fitën ka qenë komunikimi që ajo baza, që e dëgjojshim njëri tjetrin edhe kish mirë kuptim në ata që e fërshim. Vazhdon edhe sot me qenë në intensitet të njëjtë, mos ma shumë, edhe pse duhet me konë e kundërta, në fillim me tërheq pak ma shumë me konë ma prezent, po komunikimi ka bo gjithçka ma të lehtë. Qajo sinceriteti në ata që e menon edhe thu, pa pritë edhe tut që po gjykon tjetri. Edhe kështu e ka bo gjithçka ma të lehtë, masane edhe fejesën edhe martesën edhe nuk, personalisht si vajzë, grutash, nuk e kom pas atë tutën ose atë mjegullën që ka po më gjenë. Me kënë po më përball jeta dhe me kënë po më bon jeta bashkë. Se veç që kishim troshit ma herët, po prap pa u martu nuk mund të Fakt, nave sa kena njës me omër këtë thesin e krypës, që thojnë du të me omër një thes kryp. Komunikimi, Adna tha që na kemi pas shumë komunikim, vazhdojmë me pas shumë komunikim. Për mu ka qenë rëndësishme si një djallë, burë, mashkull, qështë me qurë me qëfar do termi, me i tregu Adnës që unë nuk jam të bohajgare. Për shkak se po, jetojmë në një qasë i shëshnije, jetojmë në qatë kohë ku dikush t'i thot krejt fjallët ma të bukra edhe veç zhduket. Me Adnën nuk e kam dje për asë një moment që nuk është e vërtet si ndjenjë. Mu më ka friksuar, jo pa qëllim me thash që friksohemi ndoshta, jo kemi friksu gjithmonë këti hapet madhë. Mu 28 për 29 vjetë, mu më ka friksu hapi madhë, se kom një vetën kur të sigurt deri para Adnës. Edhe kur jam taku me Adnën edhe kur i kemi shëshnu gjithë ato që thamë bisedat edhe shëshitjen e temave të ndryshme, unë e kom kuptu të vetja që okej, jam gatë, edhe jam fokusu veç të raport jonë, të lidhja jonë me shku të e përmirësu gjithmonë e ma shumë, edhe prandaj edhe vetë vendimi për me u konsideru me njëni tjetrin, fillimisht me thonë që po na mundemi me pas diçka, edhe pastaj që kemi shku të vendimi i fejesës, se mande edhe caktimi i datës së martesës edhe martesa komplet si ceremoni, nuk ka qenë as pak i vështirë se na veç e kishim kalu në një 3 muajsh super intenziv të bisedu gjdo natë, ka ndodhë na ka zonë edhe gjumi të folë, të shkrujt. Do më thonë, i kemi shëshit gjitha temat që nështë ta dikush i kalon vjetë, sepse
zakonisht është kë mjalti i parë, 2-3 muajt e parë, janë veç tema të thjeshta, ose veç dalne, na kemi fol tema serioze. Na jemi kon qift, jemi kon burr dhe gru, hala pa qenë të fejum realisht. Edhe kjo ka qenë ndoshta ajo që na ka lehtësuar më shumë punën neve në këtë drejtim. Me i pyet ata që e martu ma herët, thënë pyet në salon, mujtë mjalti tjene. Qërë, mu më ka ra mirë për momentin. Ata që kanë këtë që si dhjetë që Po, unë zgudzoj mu anku një herë, se s'kam që ka mu anku, po për mu ka qenë shumë a lejtë. Si djallë, si burë, Adna më ka dhonë mjaftushëm vetë besim për me marë këtë hapë, për me propozu edhe për me shku deri në fund. Diçka që se kam pas ma herët, sepse nështë as vetë se më konë gati, nuk i la faj kërkujt para vetës, po thjesht qyshe kam një gatishmërin me Adnën me i marrë gjanat shtrume dhe me vazhdu në intensitetin që na kemi me vazhdu, që jam një asë njëherë ma erit edhe këtu ka shumë e rita Adna për tipin që është edhe për mënyrën se qysh din me të vendos me kam tokë, me tull, me të fol, me të bindë që gjithçka është okej edhe we got this. Do më thonë është një farë shpesh kur unë jam shumë zjermë, shumë jam i dhonën, Adna më qetësën, ullet, më qetësën, më rahatën, se di mja dhonë ka nërë shpati shumë se... Si ka joga në shprej ku ka më mirë, tash. Po nuk është që kemi seansa kështu, fatkeqësisht nuk kemi seansa, jo, I gotta bëj, po muhabet e kemi, unë si nashtan që 8 vjetë për 9 vjetë në profesionin e medias, jemi mësu me toksicitetin që karakterizën më marë mrena për mrena medias me gjithë shka, kur i fasionu mas detajeve edhe të instalohet në karakter të nkon kë përgutia. Adna është e këndërta, Adna nuk i ka qef gjanat për ngutë edhe ka qenë tamën minusi ose plusi jem. Jemi pajtu në shumë sene edhe në të njëjtën kohë si tip, më ka konvenu në aspektin e karakterit tem që me mënimu me qenë pak ma me kam për tokë në shumë sene të jetës, në gjanat të përdiqmënis, ku njeri nështë edhe nuk e vrin veten që po e merë malin kështu me qujtë kështimisht. Adna, e dim që jemi kështu një popull pak paragjikues, kemi qef me komentu ndërsa dhe gjëra që s'na takojnë fare. Keni pas komente gjatë këtyre kove? Unë edhe fitimi vazhdojmë edhe sot, edhe pse jemi burrë dhe gru, brenda institucionit punës, nëse hynë nështë një huj, cili nuk na nje, i huj në kuptimin që nuk është pjesë e mediumit ku punojmë të dy, nuk mundet me vrejt që jemi burrë dhe gru, për shkak që vazhdojmë edhe sot me respektu institucionin ku jemi në punë, as përdore nuk kape me prej momenti që hymë në obër të punës, për shkak të respektit të institucionit, jo diçka tjetër. Kjo ka qenë edhe në lidhjes, po them, kur kemi fillu me u njoft, edhe në fejes, për shkak që ne nuk se kemi marrë flamurin dorë dhe me thonë që jemi feju, foto diçka nuk kemi postu, deri në momentin kur jemi martu. Për vetë faktin me qenë diçka ma, nuk po them ma e fshet, po ma rezervume për vete deri në momentin kur të vendoset martesa, edhe pse ish vetë se vendosën data martesës, ishin vetë se të u bo gati për martes, po mos me shkarku energji. Kemi si pikën kulminante edhe që atëherë mjaftën me e bo publike, jo ma herët për shkak se me martes një farfor me logaritet që i vihet dryni që ati kapitulli, kështu që gjithmonë bashkarisht e kemi vendosë që kur t'jemi të martum që atëherë e bojmë publike që na dë kemi. Më këthy dhe pyetja para gjykime po. Në kuptimin, pra po them, është çështje shijesh edhe është çështje se qysh një person e shet dikën tjetër e lere mo qeft. Edhe dim shumë mirë me ja qitë lapsin, mas pari prej fizikut, apo shkojnë dy persona bashk, apo jo, prej qehres, prej energjis, prej ka shumë komponenta, cilat nëse ishen sytë parë, janë nisja bënë edhe anamnezën një qifte se qysh janë, po me të thonë të drejten, pak nisën me më ardhë po shkoni, s'po shkoni, qysh u bënët bashk edhe
më duket shumë dhënie llogarisë në të thotë që s'ki nevojë, të dy jemi rahat, familjet janë rahat, shoqënia e ngushtë, rrethi i ngushtë, ishin çuditën fillim masanej fillon të e kuptu realisht pse jemi bashkë, për tjerët nuk është që jo marrë dhe nuk është që i kom leju, realisht me hy për te as me mbo pyetje idiote që din me u bo ka njëherë. Fitim, për shkak që ndani të njëjtin vend të punës, po besoj që ndoshta në fusha të ndryshme. Ndihmoni njëri tjetrit në këtë aspekt, ju bjen ndoshta me ndo orarin e njëjtë apo jo? Po, në sekret po lidhemi te fillimi. Në fillim na ka rrah shumë shpesh, për shkak se atë na ka pas 2 emisione dhe i xhiroj këtë dyjat edhe rrjedhimisht koha në punë u dyfishojke edhe veke në orarin i beke me qenë në orarin tem. Tash, po, shpesh herë shkrujmë nëse si jemi në punë, unë orarin e punës, punoj në magazin informative politike krejt vonë në mbrëmje, edhe orarin rrjedhimisht e kam krejt në vonë, adna emisionin e xhiron shpesh herë qysh në mëngjes, kështu që nuk është se na bjen me u pa shumë tash po flas në vend të punës, për pas rasteve të caktuara, por megjithatë jemi gjatë gjithë kohës në komunikim, qoftë për ndaj sigji të thjeshtë, qoftë për ndaj titull ma kreativ, për ndaj mysafir, ndaj detaj që kish mujt me i shku, qoftë emisionit dëndyshe të Adnës, qoftë emisionit tem, do më thonë, shkëmbejmë ideja, mendime, Adna më dërgën ai link për ndaj lajmë caktum, unë i dërgoj ndaj fotot, ndaj psikologët që mundet me i shku për shtatën e emision, e kemi këtë bashkëpunimin, po normalisht derin që ato suazat sa marrin vesh. Unë nuk është që marrë shumë vesh të psikologjia dhe të trajtimi i një teme që do të me u trajtu shumë në aspektin psikologjik, kështu që Adnës vetëm muj mi propozu diçka shumë blanko, shumë të thjesht sipërfaqësore. Në që në fakt që sështë aqë sipërfaqësore, po menimi jam që i ndihmojmë me diçka shumë të thjesht, që shumë ndihmon edhe Adna, sepse Adna fort ka politika, nuk ka që me hi, jo që s'dim, po pritën edhe thjesht i duket shumë ambient toksik edhe sken toksike me u marrë dit për dit, që shumë unë merrem 5 herë në brenda javës, po i ndihmojmë njëri tjetrin, kështu me thonë shkurt e shqip, i ndihmojmë mjaftueshëm shumë njëri tjetrit, edhe gjithmonë kemi edhe kritika nështë mas emisioneve për gjana të zaktume, sidomos kur jam në moderim, Adna ka kështu një varg kritikash, pozitive, po ka dhe çështje negative, tu nis prej dukjes jo një jak, jo një dorë, jo një diçka, mos lëviz shumë e dur, rri pak ma serios, rri pak ma drejt, pyetja shumë e mirë, bravo. Do më thonë, gjithçka, ma shumë ka bashkëpunime kur jam unë në moderim, po edhe kështu në prapaskenë si producent, edhe në këtë pjesë bashkëpunojmë dëtë. Adna, e ke ndërthur kështu shumë mirë psikologjinë edhe me botën televizive. Ke pas në fillim ndonjë ngurrim se ati futesh kësaj bote televizionit, të bëhesh fytyrë publike automatikisht. Si ka qenë për ty në fillim? Nuk ka qenë edhe vazhdon, mos me qenë edhe pse jam pjesë e medjas, ëndra dhe qefi i madh për me konë figurë publike. Nuk e di, gëshetimi i profesionit me median ka qenë, nuk po themi mirë mendum, me plan, absolutisht, po me kalimin e viteve, njëri shet çka nuk ka tregu, këto dhezjet e rrjeteve sociale dhe të emisioneve dhe titujve dhe janë tema në vete cilat janë kthy vetëse në formë biznesi, po kur e kom nis emisionin ka qenë pikpyetja e madhe për interesimin e njerëzve, sepse ti për ta realisht bën emision, nuk është që bën për vete. Realisht temat për emision, mysafirët edhe pyetjet unë i bëj vetë. Edhe për gjithçka që diskutohet në studio që ka të bëj patjetër me psikologjinë, me emisionin, unë vetë se nuk po them i di se është gjithmonë njeriu mëson, po
janë tema për cilat vetë se i kemi kryer në studime. Në studio diskutohet diçka për audiencën, edhe kur e nisën në këtë frymë thu, po nisi për audiencën, po sa ka me ta përcjell audienca. Për shkak që impakti duhet me konë shumë i madh, po shohim sot që në TikTok, në Instagram sheh aty një muzikë në sfond edhe merr ndaj farë çka është një njëri toksik, edhe nuk janë realisht të bazuar. Kërkon edhe njerëz janë të marrë informacione që nuk janë me bazë dikon. E kur bisedojshim me stafin për realizim, ka qenë ideja veç me përçu diçka që nuk ka në vend e që është profesionale me profesionist të fushës. Pikpyetja e madhe ka qenë veç kjo, a ka me qenë impakti i duhur edhe me shku fjala jo në vesh shurdhër, por me shku ku duhet me shku. Me u kuptu ma mirë dhe me qenë ma pranus jo për shkak të shikueshmërisë apo për figurës publike që shërmanimu emisionin, por realisht të impaktit gjenezës brenda. Vitin e parë të emisionit 2-2, pra sezonin e parë, unë nuk kam qenë dalje hiç. Kam qenë brapa kuintave, me musafir të ndryshëm, pra ka qenë një etapë e parë ku musafirët i kam qu përtej profesioneve të veta. Kam nis pak në fëmijëni edhe karakteri tyne, personaliteti tyne që është formu edhe gëshetu me profesionin që e kanë. Për shkak të parës, thëmë që nuk e kam pas manin me dalë para ekranit, vazhdoj mos me e pas edhe sot, mundet me tinglu keq, po nesër mos me qenë pjesë e medjave, prap e ha bukën njëjtë, kështu që nuk ndikon shumë, jo. Fitim në këtë pjesë rregove që i ndihmon dhe gjithçka, keni ndonjë plan tash? Pushimet verore po vinë, apo media nuk është edhe shumë që na jep këtë hapësirën e sa mirë përgjigje vat. Që përgjigjen vetë të këshyrëm që përbodhë me situatën politike, unë vëgjojmë i premtuat në asë një të shtunë, asë një dile, se seansa çdo 48 orë po e prishin komplet planin e punës me këto specialet edhe planin e familjes për shkak të punës me specialet që po duhemi me i bo. Po normalisht që i bie me qenë pushimet e para tona si burrë dhe gru, si qift. Plane kemi, menime kemi, qoftë jashtë vendit, qoftë dikon në periferi, po kretë varet prej kohës edhe prej rrethonave se qysh kanë me ardhë. Normalisht tash pushimin nuk e marrë kur duhen, pushimin e marrim bashk në koordinim. Plane kemi shumë, po gjithmonë varet prej rrethonave cilat jemi tash, po edhe në të ardhmen. Që sa i thënë me ta dirigju politika dhe pushimin? Fatkeqësisht, me i forti, që ka bën i forti, ligu që ditët. Shpresoj që u realizohen gjitha këto plane ëndra që i keni së bashku. Faleminderit shumë për kohën edhe për gjithçka që ndasët me ne këtu në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për këtë kujtim të bukur, edhe nuk e di, uroj realisht për çiftet e reja, po them, nuk po du me dhona si mesazhe motivuese, po realisht veç po du me thonë që me i shiju çdo detaj të vogël, po kur vjen puna të analiza, pak me i detajeve mos me tjerë shumë. Po faleminderit shumë për ftesën, ishte shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, shkurtimisht të dhënë si Adna, veç du me thonë që gjithçka ja vlen. Besoni vetës edhe besoni ndjenjes. Kur i beson ndjenjes fillestare dhe qasaj zjarmis në gjoks, vazhdo për para si në rregull, i mirë. Mos menoni shumë hapin e dhejt para hapit parë, veç one step at a time, do më thonë baby steps, ka dal edhe gjithçka. Kusat me, që më shpëdokun kështë këna menu ma herë, që më thonë. I jena të shku me prëmter. Qikash, faleminderit shumë për këtë intervistë të parë që gjithmonë ka me qenë intervista ma e mirë dhe ma me lejemja që e kom shiju shumë. Shumë faleminderit për ftesën edhe shpresoj të shihemi edhe herave tjera. Do shihemi prapë, ishte shumë kënaqësi.